Shkodra ishte një nga ndalesat e kolonës për Palestinën, një iniciativë pasore që ka bashkuar aktivistë vullnetar, humanitar dhe qytetarë nga vende ndryshme të Evropës në shenjë solidariteti me popullin palestinez. Aktiviteti u mbajt në sheshin Parabashkisë Shkodër, ku qytetarët u bashkuan pjesëmarrës për të shprehur mbështetjen e tyre ndaj palestinezëve. Gjatë takimit u përcollën mesazhe në mbështetje të paqes, solidaritetit mes popujve dhe zbatimit të solidaritetsë ndërkombëtare humanitare. Sipas organizatorëve, nisma synon të rrisë ndërgjegjësimin për situatën humanitare në Palestinë dhe të shprehë mbështetje për civilët e prekur nga konflikti. Kjo ditë, ky qytet, ky tubim njerëzish janë dëshmi të një rrugtimi që vendos mbi vetët tona një mision. Rithemelimin e vlerës së jetës njerëzore në syt e njerëzve. Gaza, ky emër dy rroksh që rivendosi koordinatat e vërteta të dinjitetit, të atë dhe dashurisë dhe të besimit në Zot pa kushte. Një popull që zgjoi njerëzimin nga letargjia morale e manipulimit qindra vjeçar mediatik, social, politik, duke shfaq nivele sipërore në çdo vlerë njerëzore dhe dëshirë për jetën, ku në mes të rënojave, në mes të dhimbjes, në mes të heqjes dhe harresës, ata ngritën flamurin e jetës. Cila është arsyeja sepse e kemi organizuar një program të tillë? Arsyeja është shumë e thjeshtë për shkak se në Palestinë po bëjnë kërdin, domethënë, po na dhem shpirti për Palestinën, po na bëjnë që të na dalë gjak për sysh, domethënë, po na bëjnë shumë të këqija, edhe kjo është si thosh diçka shumë hapur, domethënë, edhe po ndodh në sytë e gjithë botës. Cila është ajo çfarë duam të bëjmë ne nëpërmjet konvojeve të varkave, të makinave, nëpërmjet marshimeve, duam të shkojmë në Palestinë edhe me leje të Zotit do shkojmë në Palestinë. Free Palestine, free all population of all the world. Thot mjafton që të derdhësh gjak nuk mjafton që të derdhësh gjak për Palestinën. Free Palestine, Palestina e lirë dhe gjithë vendet tjera që janë të okupuara, të uzurpuara, free edhe ato. So stop for colonization, for imperialist, capitalist. I themi ndal kolonializmit, imperializmit. E jam këtu për me ju kërkuar që nesër mos ta pranoni mbylljen e gojëve juaj, dilni për Shqipërinë, por dilni edhe me solidaritet me zemër për Palestinën, sepse sot është Palestina, nesër mund të jemi edhe ne prapë. Kështu se jam këtu të ju kërkoj të mos e pranoni censorshipin. Karvani është duke përshkuar disa shtete evropiane në itineraren e tij drejt Stambollit, ku pritet të bashkohen pjesëmarrës nga vende të tjera përpara vijimit të etapës së ardhshme të misionit.